Udhëtimi i gjatë me tragjet drejt portit të Durrësit shpesh mund të shkaktojë probleme shëndetësore për pasagerët. Situata bëhet më shqetësuese kryesisht në sezonin veror ku fluksi i udhëtarëve është edhe më i lartë. Por Ministria e Shëndetësisë ka marrë masat që në terminalin e portit më të madh në vend, gjatë kësaj periudhe të ngrejë urgjenca shëndetësore të përkohshme. Një staf i kualifikuar do të ofrojë shërbimin pa ndërprerje për pasagerët. Flukset e mëdha të pasagerëve dhe fakti që oraret e tragjeteve fillojnë dhe dalin pak nga rregulli normal e bëjnë të nevojshëm edhe këtë qendër të përkohshme shëndetësore në mënyrë që të vinë ndihmë udhëtarëve të ndryshëm, qoftë që largohen nga Shqipëria, por qoftë dhe ata që vinë dhe ndoshta edhe deti i lodh, sigurisht për të shërbyer të moshuarve, fëmijëve, po edhe që është një periudhë që bashkërëndohet dhe me viroza. Nga fillimi i muajit gusht, në këtë port kanë hyrë më shumë se 50.000 persona, shumica e të cilëve janë emigrantë që kthehen për të kaluar pushimet e verës.